Ndryshimet në buxhetin e shtetit për vitin 2026 u prezantuan në Komisionin Parlamentar për Çështjet Ligjore dhe në Komisionin për Ekonominë. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se akti normativ mbështetet në performancën pozitive të ekonomisë shqiptare dhe të financave publike gjatë 5 mujorit të parë të vitit. Sipas ministrit, të ardhurat buxhetore janë realizuar mbi plan, duke krijuar hapësirën fiskale të nevojshme për financimin e prioriteteve të reja, pa rritur deficitin buxhetor dhe duke ruajtur trajektoren rënëse të buxhetit publik. Me ndryshimet e propozuara, parashikohet përshpejtimi i indeksimit të pensioneve nga një korriku, dyfishimi i mbështetjes financiare për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe financimi i kontributeve për kujdestarët e tyre. Gjithashtu rriten investimet në shëndetësi, arsim, sipërmarrje dhe bujqësi, ndërsa parashikohen fonde shtesë për mbrojtjen kombëtare dhe procesin e integrimit evropian. Sipas Ministrisë së Financave, objektiv është që çdo e ardhur shtesë e krijuar nga rritja ekonomike dhe administrimi më i mirë fiskal të përkthehet në më shumë investime dhe mbështetje për qytetarët, biznesin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.